Jemi rikthyer sërish në studio të dashur shikues, po diskutojmë në fakt mbi një ngjarje, personazhi kryesor i cilës është Altin Ndoci, që është arratisur nga mjediset e spitalit ku ka shkuar për të u trajtuar sipas një procedure që edhe ajo gjithashtu ha diskutim sepse është bërë pjesë e komenteve. Por gjithsesi, avokate, doni të bëni një ndërhyrje që të mos e humbasim fillin e bisedës. Pyetjes nëse ky largim nga vendi i paraburgimit. Jo, Aida po thoshte në lidhje me raportin me Çopjat. Po e kaloj, është pika e dytë ajo që duhet të sqaroj. Në lidhje me pyetje nëse kjo e rëndon pozitën dhe kjo krijon përshtypjen që Altini është fajtor dhe kjo ka qenë arsyeja pse ai është lërguar, unë dua t'i përgjigja me një pyetje, çfarë do të kishte ndodhur me Altin Ndocin nëse Nureddin Tumani dhe Henrik Hoxhaj nuk do të ishin arrestuar. Pra nëse ka ndonjë përgjigje të ndryshme nga fakti që ai do të ishte dënuar me burgim të përjetshëm në mënyrë absolute, sepse ne që jemi aty ndjekim çdo lloj. Pra nëse nuk do ishte zbardhur çdo gjetje që çdo detaj në gjykim tregonte që nëse nuk do të ishte arrestuar Nureddin Tumani dhe Henrik Hoxhaj, Altin Ndoci për një ngjarje për cilën ishte i pafajshëm, do të ishte dënuar me burgim të përjetshëm. Dhe kjo sepse indicjet që Klevi Salla kishte gënjur ishin prej ditës së parë. Pra nuk është se do të ndryshonte asgjë gjatë gjykimit, por nuk ishin ndjekur dhe interpretimi që kishte bërë prokuroria e provave të tjera, sikundërishte lokacioni i Altin Ndocit gjatë gjithë kohës në Tiranë, ndërkohë që bëheshin vrasjet në Durrës, prokuroria nuk i kishte lexuar, i kishte mohuar pra ekzistencën e tyre dhe pse ishin në dosje, ndërkohë i referohej një logimi të telefonit të sekuestruar dhe thoshte 30 minuta pas ngjarjes Altin Ndoci ka qenë duke u kthyer nga Durrësi. Ndërkohë që logimi ishte tek logim dhe nuk ishte në asnjë rast interpretim të kahut të lëvizjes, pra ishte duke shkuar në Durrës apo ishte duke u kthyer nga Durrësi. Dhe ky interpretim u lidh me thëniet e Klevi Sallës dhe do të kishte ndodhur dënimi. Mendoj që pyetja ishte për atë se çfarë ndodhi në ato 4 vite që ai qëndroi në paraburgim. Jo, ndjes, po i përgjigja Laçit. Tani po ishte në lidhje me po pra në lidhje me. Dhe unë mendoj që pyetja e Tanit personazhi është kaq kompleks, kaq i përfshirë në ngjarje. Altini, po thoni për Altinin. Sikur ta mbaroj pak arsyetimin ndjes. Ta bëjmë edhe në formë bashkëbisedimi se është më e frutshme edhe për ato që na ndjekin. Por, duke qenë se është një personazh kaq kompleks, kaq i përfshirë në ngjarje, patjetër ju keni drejtë edhe klienti juaj që thotë që dëshmia e Klevis Allës, le të themi, e bëri në një farë mënyrë të pafajshëm. Por janë 2 ngjarje të tjera, për cilat ai ishte në gjykim. Unë thash një gjë tjetër. Unë thash që në vazhdim, e kupto, vetë Altin Ndoci mund të ketë marrë informacione për ngjarje në të cilat ai është përfshirë, të cilat mund të jetë pjesë e hetimit. Ne mund të bëjmë skenar pafund, por nuk ka asnjë bazë ky lloj arsyetimit.